Do thotë sa I përket tauhid al-uluhiyyah. فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق. Do të thonë tauhid al-uluhiyyah është besimi se Allahu I lartësuar është I vetmi që adhurohet me të drejtë. La sharika lahu fi dhalik. Nuk ka ortak, nuk ka bashkëpjesmarrës, do të thonë në këtë. Wa huwa ma'na la ilaha illa Allah. Dhe ky tauhid është kuptimi I fjalës la ilaha illa Allah. Fa inna ma'naha, se kuptimi I kësaj fjale është la ma'buda haqqun illa Allah. Do thotë nuk ka të adhuruar të vërtet ose të drejtë përveç Allahut. Fa jami'u al-ibadati min salatin wa sawmin wa ghayri dhalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Do të thonë të gjitha adhurimet, si namazi, agjerimi dhe çdo gjë tjetër, çdo adhurim tjetër, është obligim që të veçohet dhe të pastrohet, të kthjellohet vetëm për Allahun një, të vetëm. Wala yajuzu sarfu shay'in minha li ghayrihi. Dhe nuk lejohet asgjë prej këtyre adhurimeve të drejtohet tjetër kujt përveç Allahut. Do thotë tauhidul uluhiyya ose tauhidul ibada ose tauhidul amali, do të thonë tauhidi hynizimit ose tauhidi adhurimit ose tauhidi praktik, të gjitha janë emra të ndryshme për një realitet. Do të thonë është që mos lutet askush përveç Allahut, do të thonë që njeriu mos I lutet askujt përveç Allahut, mos kërkojë ndihmë nga askush përveç Allahut, mos I mbështetet askujt përveç Allahut, mos therr kurban për askënd përveç se për Allahun, mos bëj zotim për askënd përveç Allahut dhe mos I drejtoj asnjë lloj adhurimi askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe të gjitha adhurimet I drejtohen vetëm Allahut të lartësuar. Ka thënë Allahu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Do të thonë thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve, I cili nuk ka ortak. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dhe me këtë jam I urdhëruar dhe unë jam I pari I muslimanëve. Pra tauhid al-uluhiyya është veçimi I Allahut me adhurim. Dhe pastrimi I adhurimit ose pastrimi I kushtimit të adhurimit vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe distancimi dhe largimi prej të gjitha njollave të shirkut. Si ka thënë Allahu për fjalën e Ibrahimit alayhis salam, që ka thënë innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Do të thonë unë jam I pastër dhe I distancuar nga ajo që ju adhuroni, përveç atij që më ka krijuar. Dhe ka thënë Allahu: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Pra në secilin popull kemi dërguar që të thotë adhuroni Allahun dhe largohuni prej adhurimit të çdo kujt tjetër.